Shqipëria po përgatitet për një rritje të flukseve migratore, me qeverinë që për 2 vitet e ardhshme parashikon rritjen e 20 qendrave pritëse në 3 qaqe jugore, duke filluar me Korçën, Gjirokastën dhe Vlorën. Qendrat do të strehojnë emigrantë kryesisht nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza, të cilët përdorin Shqipërinë dhe Serbinë si korridor drejt Greqisë. Këto detaje pasqyrohen në projekt vendimin për planin kombëtar të kontingjencës 2026-2028, tashmë të miratuar nga Këshilli Konsultativ i AMVV-s. Ndryshe nga situata aktuale ku kapacitetet janë të përqendruara kryesisht në Tiranë dhe disa pika kufitare, plani ri synon shpërndarjen territoriale duke shfrytzuar objekte publike të braktisura, truall të lirë apo ish ndërtime të rezervave shtetërore. Qeveria pretendon se kjo do të garantojë reagim të shpejtë në rast lukseve emergjente. Ndërsa kurse prillet të marrë peshë më të madhe të akomodimit, me të paktën 10 infrastruktura të identifikuara, mes tyre ambiente të Ishtap në Flojq, hapësirat e Biristit, Llozhani dhe zonave sportive të Pustecit. Edhe Gjirokastra do të përdorë kryesisht ishte rezervat shtetërore, ndërsa Memaliaj dhe Përmeti janë përfshirë si pika që mund të presin djetra shtretër. Ndërkohë Vlora del si qendër më e madhe pritëse, me kapacitet deri në 300 persona për objekt, duke përfshirë konfliktin e qytet studentit, pallatin e sportit, shkollën e marinës dhe hapësirat në Novosel, Delvin, Selenic, Himar dhe Konispol. Kostoja e planit nuk është e vogël. Sipas skenarëve të qeverisë, shpenzime për periudhën 2026-2028 variojnë nga 195 milion lek në skenar normal deri në 708.7 milion lek në rast krize, ku kërkohet ngritja e të gjitha kapaciteteve. Plani i hap debat të ri publik mbi transparencën, kosto dhe ndikimin e këtyre qendrave në komunitetin pritës.